Xhupi dhe shalli është zgjidhja për të ngrohur çdo fëmijë në këto ditë të ftohta në Qerdhen 45 në kryeqytet. Ndërprerjet e energjisë me orë të gjata prej 2 ditësh nuk u siguron ngrohjen e nevojshme, ndaj dhe edukatorët vënë në dini prindrit, ku këta të fundit janë të detyruar të marrin para kohë vogëlushët, duke shprehur edhe zhgënjimin e tyre. Mia është 9 muaj për 10. Shifeni vetë se sa ftohtë është, pa kopshti, pa drita, më mirë ta majmë ke shtëpia se sa ka kopshti. Pra në herë dhe më marrë edhe fëmin. Jo, s'ka ndodhë. Ma aq sa kena këto ditë që kena regjistruar, se pak a shumë nuk e kena sjell edhe fëmin, nga që ka qenë i ftohtë edhe i vogël. Drejtoria e Zhvillimit dhe Edukimit të Fëmijëve pranë Bashkisë së Tiranës ka vendosur në dieni operatorin e shpërndarjes, pasi mungesa e energjisë sipas tyre nuk vendos dot në punë kaldajat për ngrohje në Qerdhe. Që në mëngjes ka munguar energji elektrike, në këto kushte nuk mund të ndizet edhe impjanti i ngrohjes, pra sistemi i ngrohjes del jashtë funksionit. Jemi munduar të denoncojmë tek OSHE-ja këtë defekt, po përsëri ende nuk është bërë asgjë. Në këto kushte ne detyrohemi të mjaftojmë prindit, të tërheqin fëmijët, mbasi temperaturat siç di, këto ditë janë të ulta. Por nisur nga këto temperatura të ulta, Drejtoria e Zhvillimit dhe Edukimit të Fëmijëve në Bashki ka ngritur një grup pune ku inspekton çdo ditë problematikat në këto institucione për të dhënë zgjidhje çdo situate.